Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkon te një djalosh atje i cili ishte në prag vdekjes, po e pyet si po ndihesh? Ai duke vdek, si po ndihesh? I tha, o i dërguari i Allahut, jam mes shpresës se shpresoj të mëshira Allahut azza wa jall dhe jam duke u friksu për gjinaheve të mia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, ai i cili është në momentin e vdekjes, mes shpresës edhe frikës, Allahu ka m'ia dhënë atë çka shpreson, edhe ka më rujt për asaj çfarë friksohet. Sa bukur. Prandaj çfarë po thot pejgamberi alayhi salatu sallam, kur t'ju vjen momenti i vdekjes, mos keni mendim të keq për Allahun, po të keni mendim të mirë për Allahun azza wa jall, sidomos në atë momentin e fundit të jetës juve. Ai ke pa për shembull një person i cili është i smur. Është i smur, çfarë thot? Du me shku te mjeku, po çfarë? Dojna me zgjedh edhe mjeku i cili është më i miri. Se ai me një farë mënyre ai din për dhimbjen tëm, ai din për smundjen tëm, din më mirë. Por operim është më i aftë se të tjerët. Do të thonë kemi një shpresë te një doktor që nuk dihet se çfarë do të ndodh më tutje, ose jemi në aeroplan. Kush po na mban neve në aeroplan? Çfarë shpresë po na bën në aeroplan që nuk do të rrezohet aeroplani? Po kemi atë shpresën se do të arrijmë. Do të thonë po të njëjtën gjë, paramendatash për Allahun, krijuesin, i cili ka kriju të gjitha këto, mos me pas shpresë të ai, edhe mos me u friksu prej tij.